Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Evropian njofton tërheqjen nga koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Berisha shpalli e koalicion me 25 parti të tjera disa ditë më parë. Mirë po duket se njëri prej aleatëve i ka ikur që pa nisur akoma fushata elektorale. Kjo parti i është drejtuar krye komisionerit Ilirian Celibashe për çregjistrimin nga koalicioni zgjedhor Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ndërkohë, sot është afati i fundit i dorëzimit të listave zyrtare nga partitë politike për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Sipas formulës, 46 emra do të jenë për listën e mbyllur dhe 140 për atë të hapur. Si në Partinë Demokratike, ashtu edhe në Partinë Socialiste nuk ka akoma listë përfundimtare, por duket se kjo do të ndodhë vetëm në kufijtë e mesnatës. Rama do të mbledh në orën 18 kryesinë e Partisë Socialiste, ndërsa pasaj do të zhvillojë një takim me drejtuesin politik për diasporën Tauland Balla. Ndërkohë, për vendosjen përfundimtare të listave në Kampin Blu sot në orën 17 mblidhet kryesia e Partisë Demokratike dhe në orën 19 mblidhet Këshilli Kombëtar.